Moti i keq me reshje të dendura shiu ka shkaktuar përmbytje të mëdha sidomos në zonën e jugut. Duke marrë shkas nga kjo situatë, policia e shtetit I ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që kanë planifikuar të udhëtojnë në drejtim të qyteteve të jugut, të anullojnë lëvizjet pasi prurjet e mëdha të lumenjve dhe përrenjve rrezikojnë bllokimin e akseve rrugore nacionale. Më e rëndë, situata paraqitet në qarkun e Fierit, në Vlorë dhe në Berat. Sipas policisë, në Fier, në lagjen 1 Maj dhe në Sheq, 150 banesa e biznese janë në ujë, si pasojë e prurjeve të mëdha të Gjanicës. Po ashtu njësër banesash janë përmbytur edhe në disa komuna të Fierit. Në fshatin Çerven të komunës Frakull janë përmbytur 6 banesa dhe janë evakuar banorët, ndërsa ndodhen të rrethuara nga uji 50 banesa të tjera. E njëjta situatë paraqitet edhe në fshatin Ferras të komunës Levan, ku 50 banesa po mbushen me ujë, ndërsa në komunën Cakran ka përmbytje të tokave bujqësore. Forcat e policisë kanë nisur evakuimin e banorëve dhe gjën e gjallë. Në qarkun Vlorë, forcat speciale kanë evakuar 14 familje në zonën e Novoselës në fshatin Fitore, ndërkohë që ka bllokime edhe në disa akse rrugore për shkak të rreshjeve të shiut dhe rrëshqitjes së dherave. Aksi Selenic-Vlorë në vendin e quajtur Bishti I Malit është I bllokuar nga prurjet e mëdha të lumit Vjos, ndërsa aksi rrugor që të çon në komunën Vllahin është bllokuar nga rrëshqitjet e dheut. Në Berat, dalja e lumit Osum ka bërë që të evakuohen 2 familje, të përmbyten toka dhe të bllokohen disa rrugë si pasojë e rrëshqitjes së dherave. Përmbytje ka pasur edhe në Gjirokastër, duke sjellë probleme me qarkullimin në disa akse rrugore, të cilat janë mbuluar nga uji. Si pasojë e daljes së lumit Drino nga shtrati është bllokuar aksi rrugor rural Gjirokastër-Lunxhëri, si dhe është bllokuar aksi rrugor Libohov-Sofratik. Ndërkohë në Memalia I ka mbetur I bllokuar një person nga prurjet e mëdha të lumit Vjos. Forcat e policisë dhe të zjarrfikses kanë bërë përpjekje për ta nxjerrë, por s'kan mundur dot për shkak të prurjeve të mëdha të lumit Vjos. Për nxjerrjen e tij nga lokali do të niset një helikopter, pasi vetëm nga ajri mund të realizohet. Në ndihmë të banorëve në zonat e rrezikuara nga prurjet e mëdha të lumenjve dhe përrenjve, janë angazhuar të gjitha forcat e lëvizshme operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.